Denisa? Fabio, në momentin që të ngjitesh në ring, kush është personi i parë që të shkon në mendje? Atëherë personi i parë që më shkon në mendje është familja ime, sepse gjithë të kohë që jam në stërvitje, ndeshje, ato janë mbështetja më e madhe që kam. Edhe besoj me ato që kam ecë më përpara, nga familja, nga gjitha emocionet, gjitha. Pastaj është edhe shoqëria që më kanë ndjekur, që s'më ka lënë kur vetëm, çdo mbështetje, çdo gjë. Fabio, do me thënë, cila ka qenë pikërisht iniciativa apo piknisja jote që ke dashur të bëhesh boksier? Çfarë të ka ngacmuar? Dhe nga kickboxi në boks, si kalove? Atëherë, tu në Shqipëri kisha qef kickboxin, sepse në shqiptarët jemi shumë shpirt luftarak. Por zgjodha kickboxi sepse ka më shumë perspektive dhe këtu në Shqipëri nuk ka shumë trajnerë të kickboxit. Ndërsa boksin e njohin më shumë, ka më shumë ndeshje më të mira që mund të ecësh shumë më përpara. Edhe prandaj zgjodha të ndryshoj boksin. Nëse Fabio do të kishte një 10 vjeçar përballë, i cili ëndërron dhe aspiron të bëhet dikushi, çfarë do t'i thoje Fabio? Atëherë do t'i them që mos të dorëzoni kurrë, do të keni diçka për veten e juaj, të ecni sa më përpara, që të keni diçka, mos të rini duke u sjell si disa që po sillen sot në këtë kohë. Nëse Fabio do të kthej në sport keni një diçka që nëse Fabio do të kthej pas në kohë, në versionin tënd pak më të vogël, çfarë do t'i thoje vetes tënde? Atëherë. Pra Denisa thotë çfarë do i sugjeroje një 10 vjeçari, po dhe vetes në moshën 10 vjeç. Se ne në këtë mënyrë japim dhe një mesazh për patjetër. Atëherë do të them që gjithmonë kurajo dhe mos të dorëzo realizohen. Pastaj do mendoj që gjithmonë do bëj diçka akoma më mirë. Normal. Se na ndodh të gjithëve. Normal, gjithmonë duhet më bëj diçka më mirë për tani kampionët zakonisht kanë fuqinë e krahut edhe forcën e muskujve për ta liruar pak fare nga emocionet. Tani do prezantojmë të ftuarën e radhës, që është Niki Beleri. Niki, mirë se erdhe në podcast Labirint në Tru. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Unë jam shumë e lumtur që ke ardhur në podcast Labirint në Tru dhe unë e di që ti ke përgatitur një monolog për t'ju drejtuar të gjithë bashkëmoshatarëve të tu. Siç i bën pyetjen Fabios për shembull, se çfarë do ju thuash ti 10 vjeçarëve? Për ty kemi këtë pyetje fillimisht. Kush është ai merak që ti ke për t'u drejtuar të gjithë me një monolog të tëndin që ke përgatitur vetë? Fjala për ty, Niki. Ai merak që kam është se mos gjithmonë të ndjeki me ëndrat. Po. Dhe mund ta lexosh monologun tani? Sa të doja një botë pa luftë, ku të gjithë të jetojnë në paqe, të zgjohen çdo mëngjes pa frikë dhe të flenë xhonat me siguri, një botë ku zhuma e bombave të mos ekzistojë, por të dëgjohet vetëm me qeshura e tyre në proborre në shkolla, kur duart e vogla të mos njohin dhimbjen, por të njohin vetëm lodrat, librat dhe përqafimet, sepse një botë që mbron fëmijën e saj, mbron vetëm të ardhmen e njerëzimit. Faleminderit Niki për këtë mesazh kaq me vlera që u dhe gjithë bashkëmoshatarëve të tu sot. Por ti e di fort mirë që unë nuk të kam ftuar vetëm për të dhënë një mesazh bashkëmoshatarëve të tu, se dhe unë kam emocione para te, Niki, se ti je shumë e famshme. Por ke zënë sot vendin e Denisës. Denisa Krasniqi, ti ke marrë vendin. Ja more përfundimisht Niki Beleri. Dhe do intervistosh. Si ndjesh që do intervistosh Denisën sot? Ndjem shumë e gëzuar që ja mora njëherë vendin. Aha. Dhe ta dish këtë jetë ime, nuk ta O zemra ime. Wow, jam shumë e lumtur që vendin ti mund ta zësh ti, vetëm ti. Fillojmë intervistën? Po. Denisa, çfarë vendi zë dashuria në jetën tënde? Shiko, së pari Niki, unë dua të them që unë jam shumë emocionuar sot që po intervistohem nga ty fillimisht, por edhe nga e mrekullueshmja Joy. Unë nuk jam person që më pëlqen shumë të flas për veten time publikisht. Sot do flasësh Denisa, sot do shëroj labirintet e parë. Atëherë, dashuria për mua është gjithçka. Dashurinë e gjej dhe në gjërat më të vogla që ne bëjmë. Unë do thoya që pa dashuri nuk ka jetë. Dashuria është energji që jep formë dhe kuptim çdo gjëje. Niki, pse të lindi kjo pyetje për Denisën? Se ti vajzë vogël, dhe pse të lindi pyetja për të bërë çfarë vendi zë dashuria? Sepse sot njerëzit nuk janë dhe aq të dashuruar,
Wow, jepen më shumë pas gjërave materiale se pas dashurisë, a? Por edhe desha t'ja bëja Denisës sepse ajo është një vajzë shumë e dashur. Dhe shumë e bukur. Po. Pyetja e radhës? Po, e dashur Denisa, unë shoh te prindërit e mi që janë shumë të dashuruar. Për ti, a je e dashuruar? Unë do të thoya që unë jam shumë e lumtur dhe dashuria do të jetë gjithmonë pjesë e jetës time dhe e pandashme. Në fakt Denisa ka një partner në krahun tënd? Do të thoya që jam shumë e lumtur edhe besoj që nuk ta nxjerrim as i labirin. Do të thoya që jam shumë e lumtur dhe Denisa do ta gjejmë, nuk do flas për dashurinë. Ta duam shumë veten tonë, të rritemi dhe të kemi një progres dhe atëherë do të vinë dhe gjërat e bukura dhe dashuria do të trokas në formën më të bukur. Dhe sa bukur e the Denisa. Okej. Çfarë përfaqëson për ty familja? Për mua familja është çdo gjë. Është vendi ku inspirohem, ku frymëzohem për të arritur të gjitha ato ëndrat që unë i mbaj në sirtarin tim. Patjetër nga familja kam mësuar të gjithë vlerat bazë, kam mësuar se respekti, se dashuria, se mirënjohja, se ndershmëria nuk do të dalin kurrë nga moda, por do të më shoqërojnë dhe do të jenë bashkëudhëtare e të gjithë jetës time. E shikon Niki, nuk do dalin kurrë nga moda. Elementet që i mësojmë në familje, pra baza gjithçkaje është familja. Keni pyetje tjetër për ta ngacmuar Denisën sot? Po. Pa hajde një herë, ta shohim. Ti a ke ndonjë motër ose vëlla? Unë jam shumë e bekuar që kam një familje shumë të madhe. Unë kam 2 vëllezër dhe një motër më të madhe, Ada, Xhimi dhe Jeti, të cilët i përshëndes dhe i dua shumë. Ata janë shumë krenar për ty Denisa. Patjetër që po, edhe unë për ato. Faleminderit shumë Joy. Do të përshëndes shumë dhe mami dhe babi, i dërgoj shumë përqafime, sepse janë suportuesit e mi më të mëdhenj. Po ti Niki për mamin e për babin, çfarë do na thuash? Unë i dua pafund, ata janë gjithçka për mua. Gjithmonë ku kam një gjë që nuk jam mirë, ata më mbështesin gjithmonë dhe i dua shumë. Çfarë pyetje ke të radhës për Denisën? Sepse ne po intervistojmë edhe njëra tjetrën, por edhe Denisën. Ti je një person shumë profesional. Çfarë ka te vetja jote që të ka bërë të hidhje këtë hap që je sot? Unë jam njëri shumë kërkues dhe njëri shumë kreativ. Mendoj që asnjëherë nuk është mjaftueshëm dhe gjithmonë kërkoj të jem një studente, një nxënëse e përhershme. Edhe vazhdimisht kërkoj progresin, kërkoj të rritem, pra kërkoj atë perfeksionin. Po Denisa ti arkitekte, je blogere, je miss, je bukur, je prezantuese e podcast Labirint në Tru. Ka një gjë që mungon në jetën tënde? Mund të na thuash sot për Labirint në Tru një lajm? Faleminderit shumë. Gjëja në fakt jam shumë e lumtur që në jetën time kam arritur t'i prek të gjitha ëndrat që un kam aspiruar dhe kam dashur. Jam shumë e lumtur. Je realizuar me jetën tënde. Shumë e realizuar në këtë aspekt. Po pse të reflekton gjithçka, gjithë mirësia e botës reflekton në syt dhe në fytyrën tënde të bukur. Un jam shumë lumtur që kemi ndarë këtë eksperiencë sepse ne jemi në 2-3 episodet e fundit dhe ndaj zgjodhem Nikin sepse Niki pastaj do na iki me pushime, po ka edhe një ngacmim për ty Niki. Denisa, cila është ajo gjë që ti bën gjithmonë para se të shkosh në studio? Para se të shkoj në studio, mundohem që t'i bëj të kaloj një përmbledhje skaletën, edhe të mendoj ndoshta edhe një pyetje shumë specifike për të nxjerrë atë anën individuale të secilit karakter që ne kemi të ftuar.